Jemi rikthyer, jemi live në review, teksa sikurse ju lam dhe në pamjet e drejt për drejta për të ndjekur pak nga atmosfera, ajo çfarë është duke ndodhur në rrugët e Tiranës në këto momente që flasim. Është ora 22:13 dhe kolegja ime Eksiola Shehu aty në terren mund të na jap më shumë informacione lidhur me itinerarin, me agjendën, apo nëse ka patur të reja apo incidente të cilat nuk kemi arritur t'i shohim nga këtu. Eksiola, po ta jap fjalën ty na përditëso për gjithçka transishme që nuk patëm mundësi të ta ndiqnim live. Greta, unë ndodhem tek sheshi përpara kryeministrisë, ku pas 2 orësh kanë përfunduar fjalimet dhe është duke zhvilluar marshimi i përnaçëm, duhet thënë. Megjithatë, do doja të evidentoja disa nga fjalimet dhe ato çka ndodhi ditën e sotme për t'ju përgjigjur pyetjes tënde sa i takon incidenteve. Nuk ka patur asnjë incident, ashtu si çdo ditë tjetër është protestuar në mënyrë qytetare dhe të qetë. Podiumi i ngritur dhe improvizuar këtu në këtë shesh në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka mbajtur nga ana e qytetarëve disa fjalime. Ajo që ka rënë në sy është në fakt se ditën e sotme ishte pjesë e kësaj proteste të 28 në Tiranë eurodeputetja italiane Ilara Salis. Duhet thënë se një pjesë e eurodeputetëve, kryesisht atyre të qenjiesit të gjelbrit, pritet që në fillim të javës të mbërrinë në Tiranë dhe të jenë pjesë e protestës. Ditën e sotme pjesë ishte deputetja italiane Ilara Salis. Ajo zgjodhi që mos ishte vetëm prezente në protestë, por edhe të mbante një fjalë të shkurtër. Nga fjalimi që ajo mbajti, deklaroi se Shqipëria dhe pasuritë e saj natyrore nuk janë plaçk për t'u shitur, ndërkohë protestuesit e tjerë mbajtën fjalime të ndryshme. Ajo që ra në sy ishte se një protestues njoftoi një hap të radhës që sipas tij do të jetë krijimi i një kuvendi kombëtar qytetar, dhe këtë ide ai e shtroi në foltore teksa mbajti fjalën e tij dhe mori miratimin e qytetarëve që ishin në shesh. Se ç'do të ndodh me këtë kuvend kombëtar qytetar që u njoftua, do të mbetet për t'u parë hapi i radhës në ditët në vijim. Ndërkohë nga ana tjetër, një gjë tjetër që u vure ishte se ishte improvizuar në formë ironike, duhet thënë, nga grupi koordinues edhe një video e ministres virtuale Diella, e cila njoftonte se me protestat në kryeqytet ajo do të largohej nga posti që mbante, duke i kërkuar që në të njëjtën gjë të bënte edhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, në nisje të marshimit me rastin e 82 vjetorit të genocidit ndaj popullsisë në Çamëri, u mbajt nga ana e gjithë protestuesve që ishin në këtë shesh edhe 1 minutë heshtje për gjithë të rënët, nisur nga rasti dhe për vjetori 82 i genocidit ndaj popullsisë çame. Këto ishin në vijat përgjithshme ajo se çfarë ndodhi në 2 orë pikërisht fjalime në këtë shesh përpara kryeministrisë. Mendimin e operatorit ku drejt plaku shohim këto pamje të drejt për drejta në këtë shesh. Duhet thënë si çdo herë tjetër qëndron një grup i caktuar qytetarësh, ndërsa pjesa më e madhe e tyre marshojnë në rrugët e kryeqytetit, marshim të cilin është duke ndjekur kamera Euronews Albania dhe kolegu Eni Ferhati. Ndërkohë në këtë shesh qëndrojnë edhe punojësit e policisë, por duhet thënë se gjithçka është e qetë dhe normalisht një pjesë edhe e qarkullimit është hapur për automjetet në këtë bulevard. Po Greta. Eksiola, të falenderoj shumë për të gjitha detajet që na dhe edhe për punën sigurisht gjatë ditës së sotme. Ndërkohë